pjesë emisionit. Ju falenderit, knatësi të jem të lidhën me emisionin e juaj, Lori. E kemi pa reagimin tënd tek deklarata e zotit Totaj, tek ajo një pjesë që fakt nuk ju ka pëlqyer juve, mirë po, ka pasur edhe ankesa pikërisht edhe nga ju për këto subvencionet që janë ndarë nga Drejtoria për Kulturën dhe Sport në komunën e Prizrenit. Po, më lejoni fillimisht ti përshëndes të pranishmit aty, është fakt që së pari klubi basketbollit Protop Cable Prizreni ka bërë një reagim komisionit të DKRS-s, do të thonë jo pikërisht të kryetarit Totaj apo drejtorit Morina. Mirë, nga se klubi jo, çdo ka qenë falënderues dhe njohur për mbështetje institucionale që na dharon Drejtoria për Kulturën dhe Sport në qytetin e Prizrenit. Mirë, po kur kryetari komunës ne çdo kemi thurur lavdë dhe falënderime, e ka quajtur klubin ton të relativisht të vogël, do ne kemi parë thjesht të paprecedent një deklarim të tillë dhe tendencios. Problemet e sekret që unë çdo herë kam thënë që ai kryetar duhet të mburret, që është i vetmi kryetar bashkë me drejtorin që ne keni aty në studio, vetëm të mburret që është i vetmi kryetar që ka në Superligë 2 skuadra, gjithçka as kryeqyteti nuk e ka pasur. Ata kanë zgjedhur të na thojnë që jemi klub relativisht i vogël dhe nuk është përmendur bilas emri. E na në emër, do të thonë në reagimin tim personal që dhe përbogë, është përgjë rastin e përvjet televizionit të thërë që ai klub ka një emër të madh, edhe është klubi basketbollit Protop Cable Prizreni. Ju thani që të zotit Totaj për ju e ka pas fjallë në të momente? Më pari nuk dëgjohet. A ke marrë që ka folë për klubin e juj në ato momente kryetare? Faleminderit, kolege. Po normal, se unë nuk e di që ka një klub të tretë në Superligë për pas klubit basketbollit Bashkimit dhe klubit basketbollit Protop Cable Prizreni. Në pyetjen e Lorikut që ne atriboj që ka pasur reagime nga OJS të mëdha duke përfshirë Dokupestin dhe ne, ai e gjeti një përgjigje duke na bërë krahasimin me klubin basketbollit Bashkimit, që nuk është e pranueshme. Sepse unë publikisht të thëmë që kryetari Totaj bashkë me stafin e tij asnjëherë nuk mund të jenë më bashkimist të une, sepse sot që unë ekzistoj në këtë tjetër bashkimin, ka se i ati ndjerë përboj dhe nëna i kanë duajtur aty dhe motrat e mia, vëndri dhe gjithë familja kemi bërë sakrificën e vite. Ata mund të na japin një shembull një klubi tjetër apo diçka tjetër, si pas të përket bashkimit nallë. Ata kishtë mujtur me bo krahasinë e futbollit që kanë dorë subvencione disa klubeve që ngarojnë 2 liga më poshtë të ne që kanë marrë diku 120% më shumë se ne. E kjo punë i bjerë sikur se ajo skeqit që jena kun protagonist stupsave Ramadani dhe Zhivko, që çdo herë për Zhivko ka pasur buxhet e për Ramadanin jo. Tajner. Jo kësi krahasime tajner, po bën krahasime pak jo dura në këtë aspekt të kjo ndarja e subvencioneve. Por kjo ndarje e subvencioneve ka bërë arsye që ne djeshtarisht jemi të rreshur kandidaturën tonë për pjesëmarrjen në Superligë, nga se në projektin që kena quar drejtorisë edhe komisionit, kemi thënë se Federata e Basketbollit të Kosovës na ka dhënë një garanci që ne nëse arrim të bëjmë një buxhet të kënaqshëm, ata do ta shqyrtojnë mundësi për zgjerimin e ligës së futjes në klubin basketbollit Protop Cable Prizreni, që do të ishte një plus për njerëz që po japin lavdë për që kanë goma të mirë në Prizreni, që kjo është minimizuar nga ana e shtëpisë së parë, do nga komuna e Prizrenit, që edhe ne i takojmë